Partia Demokratike në Vlorë pritet të përfshihet nga një proces zgjedhor, ndërsa ka dalë tashmë edhe udhëzimi i Partisë Demokratike Shqiptare për zgjedhjet në Partinë Demokratike të Vlorës. Duke qenë se aktualisht Hysni Shara, kryetari komanduar i kësaj partie, pas dorëheqjes Atyrt Hoxhës, i cili kandidoi për deputet, Partia Demokratike Shqiptare hap procesin zgjedhor në degën e Vlorës. I gjithë procesi pritet të përfundojë brenda datës 31 janar. Partia Demokratike ka nisur zyrtarisht fushatën e zgjedhjeve në degët e saj lokale. Është një vendim i kryesisë së Partisë Demokratike Shqiptare firmosur nga kryetari Sali Berisha, që ka hapur tashmë fushatën duke përcaktuar etapat dhe afatet. Partia Demokratike e Vlorës është një prej degëve që përfshihet në zgjedhje për shkak se aktualisht Hysni Shara është kryetari komanduar pas dorëheqjes së Atyrt Hoxhës, që kandidoi për deputet. Nënkryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Luciano Boçi, konfirmoi gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora hapjen e zgjedhjeve edhe në degën e Partisë Demokratike në Vlorë. Sipas Boçit, do të jetë një garë reale e këtyre zgjedhjeve, ndërsa i tha se veç kryetari të ri të Partisë Demokratike do të ketë një riformatim edhe të seksioneve dhe grup seksioneve në Partinë Demokratike të Vlorës. Do vazhdoj me analizat dhe me atë parapërgatitjen për një situatë brendshme që është shpallur si pjesë e zgjedhjeve të pjesshme në ato degë ku ka pasur kryetar të komanduar, dhe proceset e komunikimit me strukturën, e lidhjes ngushtë të drejtimit me strukturën do vazhdojnë, jo vetëm këtu në Vlorë, por në gjithë Shqipërinë. Përfshihet edhe Vlora. Vlora në komunikim politik, kur kryetari është i komanduar, atëherë dhe Vlora është e përfshirë përderisa kryetari ka kandiduar, ishte kandidat për deputet, dhe do ketë një garë reale për të zgjedhur kryetarin e ri të degës. Udhëzimi i PD-s ka dalë dhe besoj deri në janar situata do mbyllet. Kështu është udhëzimi, pastaj gjërat e tjera do vazhdojnë normalisht, do ketë dhe formatim të drejtimit seksioneve dhe grup seksioneve. Televizioni 6+1 Vlora zbardh udhëzimin mbi mbajtjen e zgjedhjeve në degët e Partisë Demokratike me drejtues të komanduar. Sipas këtij udhëzimi, kryetari në detyrë i degës thret mbledhjen e kryesisë së degës dhe njofton hapjen e procesit dhe afatet përkatëse. Brenda një periudhe 3 javore, çdo grup seksioni i degës mblidhet dhe propozon zyrtarisht emrat për kandidat për kryetar dege. Pas kësaj faze, kryesia e degës mblidhet dhe miraton me vendimin e saj listën e kandidatëve për kryetar të degës, që do t'i nënshtrohen votimit sipas rregullit të statutit, ndërsa lista e kandidatëve të propozuar për kryetar dege i përcillet kryesisë qendrore të Partisë Demokratike Shqiptare për miratim. Pas miratimit të kandidatëve nga ana e kryesisë qendrore të Partisë Demokratike Shqiptare, kryesitë e degëve organizojnë takimet e kandidatëve me antarësinë, struktura drejtuese të degës dhe do të shpalosin platformën e re në një periudhë kohor brenda 4 javësh.